Depozitimi i mbetjeve urbane në Durrës është kthyer një tjetër histori të dyshuar korruptive me kontrata pa transparencë dhe me miliona euro që përfundojnë në llogaritë e një kompanie në masën e sekuestros. Në 8 tetor 2021, Bashkia Durrës ka lidhur një kontratë me negocim pa shpallje me kompaninë Integrated Energy BV SPV me një vlerë rreth 13.5 milion euro për një afat 4 vjeçar dhe një sasi të pritshme prej 320.000 ton mbetjesh. Pas skandalit me inceneratorin inekzistent dhe kallëzimit penal të kryer nga opozita, SPAK nisi hetimet për kompaninë dhe aktualisht ajo ndodhet në masën e sekuestros. Pavarësisht kësaj situate, në 14 tetor 2025 Bashkia Durrës shpalli sërish fituese të njëjtën kompani për një tjetër procedurë prokurimi, sërish me negocim pa shpallje me objekt depozitimi mbetjeve urbane në Bashkinë e Durrësit dhe me fond limit rreth 6.2 milion euro, afati 3 vjet. Vlera fituese ka qenë 100% e fondit limit. Ky tender ngre disa pikpyetje serioze. Së pari, mungesa e transparencës. Nuk ka asnjë informacion mbi sasinë e pritshme të mbetjeve apo specifikime teknike të shërbimit. Së dyti, dyshime për abuzime me procedurat e prokurimit. Përdorimi i procedurës me negocim pa shpallje paraprake nuk justifikohet ligjërisht. Sipas neni 47 ligjit të prokurimit publik, kjo procedurë lejohet vetëm në raste të veçanta, si mungesa ofertave të vlefshme, arsye teknike të pamundësisë konkurrencës apo nevoja ekstreme të paparashikuara. Asnjë nga këto kushte nuk është i zbatueshëm për rastin konkret. Së treti, mospërputhja financiare. Në kontratën e vitit 2021, vlera ishte rreth 2.8 milion euro në vit, ndërsa në 2025 shkon në 2 milion euro në vit. Nuk ka asnjë sqarim nëse kjo diferencë lidhet me sasinë e ulur të mbetjeve apo për arsye tjera. Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të hetojë me urgjencë të kontrata, të cilat sipas kontrollit lartë të shtetit nuk garantojnë qëndrueshmëri financiare, pasi të ardhurat e krijuara nuk mbulojnë shpenzimet e shërbimit. Edhe më shqetësues është fakti se incenerimi i mbetjeve nuk kryhet pasi inceneratori nuk ekziston. Kjo është një tjetër provë se si qeveria e Edi Ramës dhe bashkitë në drejtimin e tij veprojnë duke shpërdoruar fondet publike në shërbim të aferave korruptive dhe në kurrizë të qytetarëve.